Ndërkohë që Omeri e pyeti Ibn Abbasin, duke i thënë: "E kedhalika taqulu ya Ibn Abbas?" A kështu më donë aty o Ibn Abbas? I thot Omeri radiallahu anhu, ai thot ja. Atë i thot: "Fama taqul?" Çfarë mendon? I thot: "Huwa ajru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu." Ai është e gjeli caktimi i përfundimit të kësaj jete të profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilin po ja mëson Allahu azza wa jall atij. Ndërkohë që Omeri radiallahu anhu i thot Ibn Abbasit: "Nuk di që të ketë sqarim tjetër vetëm se ai që ke përmend ti." Surja Nasr është një sure e shkurt, porse e madhe në rëndësi. Flet për një ngjarje të madhe dhe po ashtu për një realitet të madh. Flet për fitoren e Islamit mbi mosbesimin, porse po ashtu flet edhe për vdekjen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Flet për falënderimin ndaj Allahut azza wa jall, po ashtu edhe për pendimin kundrejt tij. Flet për madhnimin e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe po ashtu edhe për mëshirën e tij. Allahu subhanahu wa ta'ala bani të mundun çlirimin e Mekës në vitin e 8 Hijri. Në vitin e 6 Hijri, 2 vjet përpara, ishte bërë marrëveshja e Hudejbiyes mes muslimanëve dhe mosbesimtarëve, ndërkohë që mosbesimtarët e thynën këtë marrëveshje dhe profeti sallallahu alaihi wasallam u nis për të çliruar Mekën. Dhe Allahu azza wa jalla ka thënë për çlirim Fathan Mubina, ashtu siç thot në Kur'an, thot inna fatahna laka Fathan Mubina, me të vërtetë që na të kena dhënë ty një çlirim, një fitore të qartë. Në fillim njerëzit ishin në fenë Allahut azza wa jalla si individ, tek e tek. Bilehishin edhe fshehur në fenë Allahut subhanahu wa ta'ala. Kurse në këtë rast njerëzit filluan me hinë fenë Allahut subhanahu wa ta'ala turma, grupe. Kjo për mirësisë e Allahut azza wa jall. Vishin si delegacione, vishin prisat e fisave me parin e tyre, edhe pranonin Islamin në prezencën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Atë sa ky vit, pra viti i 9, është quajt viti i delegacioneve. Dhe na sot jena krenar për atë që kena arrit, për atë që kena ndërtu dhe për atë që kena rujt. Jena krenar për xhamin e Plumit dhe për të gjitha xhamit e muslimanëve, për shkollat tona islame, për institucionet tona islame, për aktivitetet tona dhe për kontributin tonë si musliman në këtë çështje. Sot na jena krenar edhe duhet me kanë krenarët që jena musliman, që e besojmë Allahun subhanahu wa ta'ala e i dalim për zot kësaj feje, duke e di që kjo fe ka për të ecë. Kjo fe ka për të ecë dhe ka për të fituar mbi mosbesimin, deshëm apo nuk deshëm ne, deshën apo nuk deshën armiqtë e Allahut azza wa jall, kurse thjesht na duhet me zgjellë se në cilin krah të historisë kena me kanë. A kena me kanë në krahun atyne që ndihmunën fenë Allahut subhanahu wa ta'ala, apo kena me kanë në krahun atyne që sulmunën dhe luftunën dritën e Allahut azza wa jall. Kjo edhe pse armiqtë e Allahut azza wa jall në atë kohë dhe në kohën tonë dojnë me shu dritën e Allahut subhanahu wa ta'ala, si thot Allahu azza wa jall: yuriduna li yutfi'u nur Allahi bi afwahihim. Ata dojnë që me e shu dritën e Allahut subhanahu wa ta'ala me gojët e tyre, wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu, kurse Allahu e refuzon këtë gjë edhe e plotson dritën e tij, walau kariha al-kafirun, edhe nëse kjo gjë nuk i kënaq mosbesimtar. Xhamatin e Rum, sot do të flasim për një prej sureve më të shkurtra të Kur'anit, kurse edhe më kuptimplota të librit të Allahut azza wa jall, surën Nasr, surën e ndihmës nga Allahu azza wa jall, surën e cila është zbritur në Medinë në profetin sallallahu alaihi wasallam. Kjo sure ka vetëm 3 ajete, kurse përmban në vetvete një mesazh të fuqishëm, një mesazh i cili lidhet me fitoren, me falënderimin, me pendimin dhe po ashtu sinjalizon vdekjen e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe tregojnë për exhelin, afrimin e exhelit të tij. Kjo sure është surja e fundit e plot që është shpall profetit sallallahu alaihi wasallam dhe për këtë arsye ka një rëndësi të veçantë. Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Kur vjen ndihma e Allahut azza wa jall dhe çlirimi i Mekës dhe ke për të parë njerëzit duke hyrë në fenë Allahut azza wa jall grupe, atëherë madhnoje me falënderim Zotin tënd dhe kërko falje nga ai, sepse me të vërtetë ai i pranon shumë pendimet e njerëzve. Kjo surja Nasr, surja
të cilën shumica prej nesh e kena ndih dhe shumë prej nesh e memorizojnë, e dinë përmendsh. Është prej sureve e cila është zbrit si islame në Medinën e Profetit sallallahu alaihi wasallam, vend në të cilin Profeti sallallahu alaihi wasallam e mbylli jetën e vet. E kjo është surja e fundit e cila ka zbrit në formën e plot, siç e ka thënë Abdullah ibn Abbasi radiyallahu anhuma. Në këtë surë është shpall fitoria e përgjithshme e Islamit mbi mosbesimin dhe kthimi masiv i njerëzve në fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur Profeti sallallahu alaihi wasallam e mori këtë shpallje, e kuptoi se Allahu azza wa jall po e paralajmëronte për ndamjen e afërt prej kësaj bote. Kur u zbrit kjo surë, Profeti sallallahu alaihi wasallam e shtonte në namazin e tij fjalën subhanak Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, i lartësuam qofsh Allahu im dhe i falenderuam o Allahu im më fal. Kjo surë fillon me fjalët kur të vinë ndihma e Allahut dhe çlirimi i Mekës. Këto fjalë tregojnë se kjo surë është shpall në një kohë kur Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte në kulmin e misionit të vet, kur kishte arritur me përhap fjalën e Allahut azza wa jall dhe kur ishte gati për të hyrë si fitimtar në Mekë, në vendin në të cilin e kishin dëbuar dhe kishin përsekutuar në vendin e tij të lindjes. Ndihma e Allahut azza wa jall dhe çlirimi i Mekës është shajt e qartë se Islami kishte fituar mbi kufrin, mbi mosbesimin, dhe se Profeti sallallahu alaihi wasallam e kishte plotësuar detyrën e tij si dërgumi i Allahut. E mandaj thot Allahu azza wa jall dhe ke për t'i parë njerëzit duke u futur në fenë e Allahut azza wa jall grupe. Këto fjalë na tregojnë se Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte dëshmitar i një fenomeni të jashtëzakonshëm ku njerëzit nga të gjitha anët e vendit, prej të gjitha shtresave të shoqënisë, prej të gjitha fiseve dhe vendeve, ishin duke pranuar Islamin si fenë e tyre të vetme me vullnetin e tyre të plot. E nuk ishte si me ka ndryshë, ndërkohë që Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ai i cili kërkon fe tjetër përveç se Islamit, atij nuk ka për t'ju pranuar dhe në ditën e gjykimit ka me qenë prej të dështumve. Kjo ishte një provë e vërtetësisë dhe forcës edhe bukurisë së Islamit, i cili tërhiqte zemrat edhe mendjet e njerëzve me argumentet e tij të qarta, me moralin e lartë, me mesazhin e tij të drejtësisë dhe të mëshirës. Kurse kjo sure përmbyllet me fjalët e Allahut azza wa jall: "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Atëherë madhnoje me falënderim Zotin tënd dhe kërko falje nga ai, sepse me të vërtetë ai është pranuesi i madh i pendimeve. E këto fjalë na tregojnë se Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte i vetëdijshëm se ishte duke i afruar ejeli i tij, po i afrohej fundi i tij dhe takimi me Allahun azza wa jall. Në vend që të mburri Profeti sallallahu alaihi wasallam me arritjet e tij, ai duhet ta falënderonte Allahun azza wa jall për këto mirësi që i kishte dhënë dhe t'i kërkonte falje për gabimet që mund të kishte bërë. E ky është një mësim i madh për ne, që të mos harrojmë se çdo gjë që kena prej Allahut azza wa jall dhe për askujt tjetër. Ashtu siç na tregon Allahu azza wa jall në Kur'an duke thënë: "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Çdo të mirë që keni prej Allahut azza wa jall, ndërsa thot në një ajet tjetër: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse keni me i numëruar mirësitë e Allahut azza wa jall kundër jush, nuk keni me mujt me i numëruar ata. Dhe po ashtu na mësojmë se na kena nevojë me i kërku falje Allahut azza wa jall, ashtu siç na urdhon Allahu azza wa jall në këtë ajet, e duke e ditë sepse na jena gabimtar. Dhe gabimtari më i mirë, siç thot Profeti sallallahu alaihi wasallam, është ai i cili i kthehet Allahut azza wa jall me pendim. Thot Profeti sallallahu alaihi wasallam: "Kullu ibn Adam khata wa khairu al-khata'in at-tawwabun." Secili njeri, secili bir i Ademit është gabimtar. Dhe gabimtarët më të mirë janë ata të cilët i kthehen Allahut subhanahu wa ta'ala me pendim. Ky është një mësim i madh, i cili na tregon se jeta e kësaj dhunjaje është e shkurt. Është një mashtrim i rrem, siç e tregon Allahu azza wa jalla, një knasi e rrem: "Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Edhe jeta e kësaj dhunjaje nuk është asgjë tjetër vetëm se një kënaqësi e rreme, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe se një ditë na kena me dalë dhe me përgjigj për veprat tona para
Allahu subhanahu wa ta'ala. Në lidhje me kuptimin e kësaj sureje, tregohet edhe kuptimi i fesë nga ana e Ibn Abbasit radiallahu anhuma. Omeri radiallahu anhu e merrte Ibn Abbasin radiallahu anhuma në prezencën e luftëtarëve të Bedrit. Luftëtarët e Bedrit, shokët e Profetit sallallahu alaihi wasallam që kishin marrë pjesë në luftën e Bedrit, ishin prej shokëve më të dalluar të Profetit sallallahu alaihi wasallam. E ky e merrte ky djalosh të vogël, ndërkohë që ato i thanë që edhe na kena fëmijë, pse e merr këtë? Edhe ai ka i thonte që ju e dini tashmë se kush është ai, se ky person, Profeti sallallahu alaihi wasallam, kishte bërë dua për të që Allahu azza wa jalla më mësuat i fen, me e bërë që me e kuptu fen. Ndërkohë që një ditë për ditë e merr Postafat Omeri radiallahu anhu Ibn Abbasin, edhe pyet duke thënë ma taquluna fi qawlillahi ta'ala idha jaa nasrullahi wal fath. Çfarë mendoni në lidhje me fjalën e Allahut azza wa jall kur të vinë ndihma e Allahut dhe çlirimi i Mekës? Dhe filluan me dhanë mendimet e tyre sahabët e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Për tyne thanë që Allahu na urdhon me falenderu dhe me kërku falje në momentin kur vjen fitoria dhe çlirimi i tij. Disa prej tyne heshten, ndërkohë që Omeri e pyeti Ibn Abbasin, duke i thënë e kedhalika taqulu ya Ibn Abbas. A kështu mendon aty o Ibn Abbas? I thot Omeri radiallahu anhu, ai thot ja. Atë i thot kama taqul, çfarë mendon? I thot huwa ajru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Aja është e gjeli caktimi i përfundimit të kësaj jete të Profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilin po ja mëson Allahu azza wa jall atij. Ndërkohë që Umeri radiallahu anhu i thot Ibn Abbasit, nuk di që të ketë sqarim tjetër vetëm se ai që ke përmend ti. Ndërsa Aisha radiallahu anha, shoqja e Profetit sallallahu alaihi wasallam, tregon që kur zbriti kjo sure, Profeti sallallahu alaihi wasallam i shtonte në namazin e tij këto fjalë duke thënë Subhanak Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, lartësuam qofshi o Allahu im dhe i falenderom o Allah më fal mua. Pra Allahu azza wa jalla thot idha jaa nasrullahi wal fath, kur të vinë ndihma e Allahut. Ndihma dhe fitoria e Allahut azza wa jalla është gëzimi më i madh që arrin njeriu në rastin që kjo fitore bëhet me të drejtë. Allahu ja përmend këtë ajet Profetit sallallahu alaihi wasallam, ja përmend ndihmën edhe triumfin që kishte dhënë kundrejt mosbesimtarëve. Përmend çlirimin e Mekës edhe pozitën që ky çlirim kishte tek Allahu azza wa jall. Duke treguar që ky çlirim nuk është sikur se janë çlirimet e tjera, por se ka një pozitë dhe veçantë tek Allahu azza wa jall. Sahabët e dishin që është për qëllim çlirimi i Mekës. Allah subhanahu wa ta'ala bani të mundun çlirimin e Mekës në vitin e 8 Hijri. Në vitin e 6 Hijri, 2 vjet përpara, ishte bërë marrëveshja e Hudejbiyes mes muslimanëve dhe mosbesimtarëve, ndërkohë që mosbesimtarët e thynën këtë marrëveshje dhe Profeti sallallahu alaihi wasallam u nis për të çliruar Mekën. Dhe Allahu azza wa jalla ka thënë që çlirim fathan mubina, ashtu si thot në Kur'an, thot inna fatahna laka fathan mubina, me të vërtetë që na të kena dhënë ty një çlirim, një fitore të qartë. Dhe e përfundon Allahu azza wa jalla këtë sure duke thënë dhe kemi pa njerëzit duke hyrë në fenë Allahut azza wa jalla grupe. Në fillim njerëzit hishin në fenë Allahut azza wa jalla si individ, tek e tek. Bile hishin edhe fshehur në fenë Allahut subhanahu wa ta'ala. Kurse në këtë rast njerëzit filluan me hinë në fenë Allahut subhanahu wa ta'ala turma, grupe. Kjo për mirësisë e Allahut azza wa jalla. Vishin si delegacione, vishin prisa dhe fisave me parin e tyne, edhe pranonin islamin në prezencën e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Atë sa ky vit për viti i 9 është quajtur viti i delegacioneve. E thot Allahu subhanahu wa ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Atëherë madhnoje me lavdërim e falënderim Allahun azza wa jalla dhe kërko falje nga ai, sepse ai është pranues i madh i pendimeve. Mas këtyre mirësive shumë të Allahu na drejton ne që me enalcuat të prej çdo lloji të mete, edhe me e lavdëruat edhe po ashtu me i kërku falje tij për gjinohet tona. Kjo për sa i përket tefsirit, shpjegimit
të kësaj sure në një të përgjithshme, dhe kjo prej emrave të kësaj sure po ashtu është suratu Tawdir, surja e lamtomirë, sepse tregon për ndarjen e profetit sallallahu alaihi wasallam për kësaj jete. Surja Nasr është një sure e shkurt, kurse e madhe në rëndësi, flet për një ngjarje të madhe dhe po ashtu për një realitet të madh. Flet për fitoren e Islamit mbi mosbesimin, kurse po ashtu flet edhe për vdekjen e profetit sallallahu alaihi wasallam, flet për falënderimin ndaj Allahut azza wa jall, po ashtu edhe për pendimin kundër tij, flet për madhnimin e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe po ashtu edhe për mëshirën e tij. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Gjematin e Rum, para shumë vitesh duke në lirë kontekstin e shpjegimit të surës Nasr, para shumë vitesh kanon një ngjarje historike, një fitore, një çlirim nëse mund ta quajmë, një ngjarje e cila ka shënuar një kthes në jetën tonë fetare islame. Në vitin 1919, në nënorin e atij viti, na është mundsuar që na madhuru Allahun subhanahu wa ta'ala një edhe të vetëm, me besuat e haptazi, me shprehë qartë edhe drejt imanin tonë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. E kjo ka përku kanol me rihapjen e xhamisë së Plumit në Shkodër në atë vit. Në ato vite të ardha përpara, xhamia Plumit, ashtu siç ishin edhe xhamitë e tjera, ishin ngrabit dhe ishte përdosur fjala Allahu subhanahu wa ta'ala, kurse Allahu azza wa jalla, i cili i ringjall të vdekurit, ai i cili e përtërin tokën mos ia bua shkrumt e hi, bani të mundur që mu rihap kjo xhamia dhe xhamitë të tjera, kjo xhami në praninë e 50.000 vetave të ardhën nga të gjitha anët. Në atë ditë, Hafiz Sabri, Allahu mëshiroft, kryetari i Bashkisë Islame në atë kohë, kjo majt një ligjërat, një fjalim rreth asaj ngjarje të shënuar për besimtarët. Allahu i shpërbleft aty në hoxhallarëve dhe ata besimtarë që janë bërë shkak për këtë punë. Kjo edhe pse armiqtë e Allahut azza wa jall në atë kohë dhe në kohën tonë dojnë me shu dritën Allahu subhanahu wa ta'ala, si thot Allahu azza wa jall, yuriduna li yutfi'u nur Allahi bi afwahihim, ata dojnë që me shu dritën e Allahut subhanahu wa ta'ala me gojët e tyre, wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu, kurse Allahu e refuzon këtë gjë edhe e plotson dritën e tij, walau kariha al-kafirun, edhe nëse kjo gjë nuk i kënaq mosbesimtar. Hapja e xhamisë së Plumit ishte shtnia e parë, që dha sinjalin fatlum se Islami jo vetëm që nuk ishte harruar, kurse vazhdonte me kënd i gjallë edhe i freskët në zemrat e muslimanëve shqiptar. Ajo ishte fillimi i një procesi të gjatë e të vështirë të rinërtimit të jetës islame në vendin tonë. Ishte një fitore për Islamin dhe për musliman. E na sot jena krenarë për atë që kena arrit, për atë që kena ndërtu dhe për atë që kena rujt. Jena krenarë për xhamin e Plumit dhe për të gjitha xhamit e muslimanëve, për shkollat tona islame, për institucionet tona islame, për aktivitetet tona dhe për kontributin ton si musliman në këtë çështje. Sot na jena krenarë edhe duhet me kanë krenarët që jena musliman, që e besojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, e i dalim për zot kësaj feje, duke e ditë që kjo fe ka për të ecë. Kjo fe ka për të ecë dhe ka për të fituar mbi mosbesimin, deshëm apo nuk deshëm ne, deshën apo nuk deshën armiqtë e Allahut azza wa jall, kurse thjesht na duhet me zgjellë se në cilin krah të historisë kena me kanë. A kena me kanë në krahun atyne që ndihmuan fen e Allahut subhanahu wa ta'ala, apo kena me kanë në krahun atyne që sulmunën dhe luftunën dritën e Allahut azza wa jall. Na duhet me kanë po ashtu të vetëdijshëm për sfidat që i presin musliman, për përgjegjësitë që kena, për mëshirësitë që kanë me dalë në këtë rrugë, për detyrat që na duhet me kryer si musliman në shoqërinë ku jetojmë. Na duhet me kanë shembull për ata që na rrethojnë, me kanë qelsa të së mirës dhe po ashtu me kanë faktor përmirësues në shoqërinë që na rrethon edhe mos me kanë e kundërt. Duhet me kanë të bashkuar në të vërtetën dhe në besimin e të parëve tanë të devotshëm, në besimin e 3 gjeneratave të para të sahabeve, të shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, të atyre që erdhën pas tyre, të tabiinëve dhe gjeneratës tjetër, atyre që erdhën pas tyre, tabiinëve. Duhet me kanë të fortë ndaj vështirësive dhe po ashtu të durum ndaj provave, sepse më të vërtetë që fitoria i përket fesë Allahut
Azza wa Jalla.